Lamine Yamal është bërë çështje dite në Spanjë, jo për ndonjë gol të tij, por për dëmtimin që i ka mbyllur para kohë sezonin me Barcelonën e që tashmë mund të ndikojë edhe praninë e tij në botërorin 2026. Yamal, futbollisti u dëmtua duke realizuar penalltinë e fitores 1-0 ndaj Celta Vigos, ndërsa klubi katalanas bëri të qartë sot se për të ky sezon kishte marrë fund, ndërsa la të kuptohej se ai do të rikuperohej në kohë për botërorin, ndonse dyshimet mbeten. Vetë futbollisti, nëpërmjet rrjeteve sociale, ka treguar zhgënjimin e tij për këtë goditje të papritur të fatit që e la jashtë në momentin më delikat të sezonit për Barcelonën. Ky dëmtim më ka lënë jashtë fushës së lojës pikërisht në momentin kur doja më shumë të isha në aty, dhe kjo dhemb më shumë se sa mund të përshkruhet me fjalë. Më dhemb të mos jem në gjendje të luftoj për krah shokëve të ekipit, të mos jem në gjendje të ndihmoj kur ekipi ka nevojë për mua. Por unë besoj tek ata dhe e di që do të japin gjithçka në çdo ndeshje. Do të jem aty, edhe pse nga jashtë, duke i mbështetur, duke i brohoritur dhe duke i shtyrë përpara si një tifoz më shumë. Ky nuk është fundi, është vetëm një pauzë. Do të kthehem më i fortë, më i jetur se kurrë dhe sezoni i ardhshëm do të jetë edhe më i mirë. Faleminderit për mesazhet dhe roft Barça, shkruante Yamal.